Jem si i lirit përgjithshëm e morë përsipër të garantua qytetarët Malësisë Madhe, po dhe të Shqipërisë. Dhe si pjesë e kësaj që unë sapo thash, një përplasje dha dhe jetën duke mbrojtë qytetarët dhe banorët e Malësisë Madhe. I përjetshëm do jetë të gjithë secili prej lavdi i lirit si dëshmor dhe dëshmorëve të Malësisë Madhe dhe të Shqipërisë. Kur ka marrë lajmin prej Sadri Rëndë që aspektua dhe kanë djali rralli Malësisë dhe kjo fëmijë me zollin atje, edhe mbien shumë mirë që malësorët, jo vetëm familja, e kujtojnë gjithmonë çdo 5 maj. I përjetshëm kujtimi i tij. Është një ditë e veçantë për vendin tonë, po edhe për Malësinë e Madhe. Duke qenë një përfaqësues i policisë, dhe Iliri ka qenë ish kolegu im, e përulemi me respekt para veprës tij. Detyra jonë është e vështirë. Punosh në polici nuk është e thjeshtë, kështu që unë dua që ta kujtojmë gjithmonë dhe qoftë i paharuar gjithmonë. Atëherë kur Shqipëria kishte dalë jashtë kontrollit totalisht dhe Malësia e Madhe faktikisht si gjithmonë Shqipëria ishte e destabilizuar dhe kë faktikisht nuk ka kanë i emëruar për të punuar në Malësinë e Madhe. Por shpreh vullnetin dhe erdhi atje ku ishte i emëruar dhe u emëruan Malësinë e Madhe për t'i arnim malësorëve të vetë në mënyrë që të paqësojnë gjakrat dhe të ulin tensionet, por ai fati i tij nuk e deshi që realisht tjetonte se do ishte i njeri shumë lart me punën dhe përkushtimin që kishte për policinë e shtetit. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij.